Përshëndetje. Sot, në ditën e alfabetit, sistemi ynë arsimor është më larg se kurrë nga misioni i tij vërtet, të jap dije, të emancipoj dhe të hap horizonte për brezat e rinj. Buxheti i arsimit për vitin 2026 paraqitet me objektiva ambicioze, por kur prek shifrat, zbulon propagandën. Investimet kapitale janë vetëm 0,2 deri 0,3% e prodhimit të brendshëm bruto, më të ultat në rajon. Në një vend ku 40% e shkollave janë ndërtuar përpara viteve 90, ku shkollat janë amortizuar dhe rrezikojnë jetën e fëmijëve, ky nivel financimi është thjesht i pamjaftueshëm. Dita e alfabetit është dita e dijes, por kërkimi shkencor në Shqipëri financohet me 0,06% të prodhimit të brendshëm bruto, më pak se çdo vend tjetër në Ballkan, ndërsa Europa investon 2,2% për shkencën, qeveria jon investon aq pak sa që universitetet mbijetojnë vetëm fal projekteve të huaja. Në ditën e alfabetit, duhet të flasim edhe për fëmijët që mësojnë në shkolla pa ngrohje, në klasa të mbi ngarkuara, pa laborator, pa pajisje, pa bibliotek funksionale. Duhet të flasim për 35.000 nxënës që ecin kilometra çdo ditë, sepse transporti i premtuar nuk ofrohet. Duhet të flasim për faktin se një psikolog mbulon deri në 1.500 nxënës dhe se qindra shkolla funksionojnë me 2 turne. Një praktik e vendeve të pazhvilluara, jo e një vendi që pretendon të jetë pjesë e Europës. Dhe mbi të gjitha, sot duhet të flasim për një tragjedi kombëtare. 63% e maturantëve duan të largohen nga Shqipëria, sepse nuk shohin asnjë perspektivë për të ardhmen. Në këtë ditë të shenjtë të kombit, kur përkujtojmë intelektualët shqiptar që ngritën arsim, kulturë dhe identitet kombëtar, qeveria sjell një buxhet që i bie ndesh çdo parimi të rilindjes son të vërtet kombëtare. Shqipëria ka nevojë për një rilindje të vërtetë të arsimit, duke e buxhetuar atë, duke ringritur figurën e mësuesit, si i autoritet i edukimit për dijen dhe model i shoqërisë. Duhet investim për laborator, për kërkim shkencor, për siguri në shkolla, për dinjitet të mësuesit dhe nxënësit dhe mundësi reale për punësim për të rinjt e këtij vendi. Arsimi ka nevojë për një rikonceptim të plot, për një financim të vërtet dhe për politika që adresojnë realisht sfidat e sotme. Vetëm kështu Shqipëria mund të ndërtojë një sistem arsimor dinjitoz, modern dhe të drejtë, që u jep fëmijëve tanë mundësi të barabarta, të rinjve perspektivë dhe vendit një të ardhme. Faleminderit.